have to look no further, 'cause I've reached my destination. I used to be lost, but now I'm found. As long as I know that you'll be around, I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad, now I'm glad I found something I never had, and I'm ready. Yeah, yeah. This time I'm going all in. Yes, I'm ready. Yeah, yeah. I'm ready for the good times to begin. Hey, I don't have to keep this burden, 'cause Mirë se erdhët YouTube-i, mirë se erdhët në videot e mia, edhe nisim një video të re si shtun. Kam shumë kohë që nuk dal në treg, që ti këtë marrë ca lule, se kam gjel pa lule fare edhe këtu, edhe ti këtë marrë një 2 perime të fresta, se dhe ato si kemi bërë pazarin, kemi qënë jo shumë konstant, unë po bëhem gati, po bëj make-upin e ditës, edhe u ula këtu dhe thash, ndërkohë që bëj make-upin, po flas pak me juve, sepse sot do ikin në qytet me tren, nuk do ikim me makinë, me ka marrë burri makinën që në pikë të mëngjesit, sepse të shtunën transporti publik është pak më pak se sa gjatë javës, edhe antes ka mundësi që t'i kime autobusi vjen shumë vonë të shtunën, edhe e meranti, edhe unë jam edhe në punë, duhet vitë më marri mua, pastaj të më qoj në punë, edhe të më vitë më marri. E sistemojmë bashkë shumë në qift. Unë po bëhem gati, si thash, do i këtë dalë pak në qytet, sot do jetë koha ime vetëm, sepse kam një muaj që them dua fosup. Fosup, po kam shpjeguar, është një supë vietnameze që unë e kam shumë qef, edhe sot e kam da mundjen do i këtë haja. Jam njësë një 3-4 herë që të ikim, por duke qenë se ushqimi vietnamez, Antin nuk e pëlqen, edhe unë i them, unë dua fosup, a i më thot mua, ajde, ikim, hajti, unë të shoh ty, por gjeja ime më e bezdisur në botë, është që unë të haj, edhe dikush tjetër thjesht të rritë më shofi mua dhe mos të haj asnjë gjë, sepse ati nuk i pëlqen asnjë gjë të ushqimi vietnamez, edhe këtu është një lokal që quhet Lemongrass, edhe bën vetëm ushqime vietnameze, sepse është restorant vietnamez. Edhe unë ndjem shumë keq të vija ajo ose ta torturoj të vi me mua, edhe shoqet e mia nuk e duan ushqimin vietnamez, që kështu do iki tek pull vetëm sot iki ta për çefin tim. Një vogël sepse e bëjmë porcion shumë të madh, por mua pëlqen shumë. Tash sot do jetë dita ime, takimi im vetëm me veten time. Edhe po marr shkas në një pyetje që më ishte bërë në Instagram, se sa janë përshtatur në Gjermani, më saktë në qytetin tim, se qytetet të tjera nuk e kam provuar në Dortmund. Unë mendoj se jam përshtatur 8 nga 10. Qytetin e njoh mirë, do më tha mund t'i kudo në çdo zonë të qytetit, si me tren, si me autobus, si me makinë, të tëra vendet, nuk e kam problem. Gjuhën jam një bënjish, hajde na njerë shkoj dhe bëdysh, por shumica jam bënjish. Jam si një fëmijë 3-4 vjeç. Duke qenë se bëj edhe 2 vjet tash në Gjermani fix, sa bëj një përmbledhje si duket jeta. Tani, kaq e di gjuhën, mendova, te mendja ime, para 2 vjetësh mendoja në moment që unë do di gjuhën bënjish, do jem perfekte. Po. Është një gjuhë goxha e komplikuar dhe goxha e vështirë, ka fjalë që kanë tjetër kuptim në një fjali, tjetër kuptim në një fjali tjetër, ka fjalë që janë të përbëra, kur i ndan kanë tjetër kuptim, kur janë së bashku kanë tjetër kuptim, po hajde më, po merremi vesh, nuk e kemi as shumë problem. Të paktën të tëra termina e takimet i bëj vetë, nuk më duhet njëri në mbrapa, si në spital, si në shtet, si kudo, i bëj vetë të tëra takimet e mia, me kaq merrem vesh. Ka momente që them, o, zoti madh, edhe në punë merrem vesh. Ngatërroj në një budallik, që s'kan tindje fare, dhe unë kam thënë, shumë mirë, shumë lumtur për ty, ndërkohë gjaja ishte ëmbël shumë keq. Shumë me gjuhën. Pastaj me përshtatje tjetër. Çka ka tjetër për përshtatje? Me punën. Puna është e kollajtës, është se kena një gjë, o do shesesh, o do sistemosh në për rafte. Unë nuk është se për një profesion që ta di se si është gjua në profesion. Me spitale deri tash është se kam pas në një urgjencë, se urgjencën e shajnë shumë njerëzit, nuk është falë zotit kemi qenë shëndoshe mirë, thjesht takime rutinë, edhe me ato s'kam pas probleme as me gjuhën, as me një gjë.
Tani që njerëzit janë më të ftohtë se në Shqipëri kjo dihet, por nuk është se janë të ftohtë, si ta shpjegoj unë. Do të thënë nuk ndajnë shumë informacion me ty më shumë se sa I nevojitet. Nuk të pyet njeri a je mirë as je mirë, sepse nuk I intereson njeriu a je mirë as je mirë, për shembull kur ble te kasa të thot halo, edhe kaq. Ne për shembull themi përshëndetje si jeni. Këta nuk e kanë si shprehje përshëndetje si jeni. Këta e thënë thjesht përshëndetje. Edhe mendosh të bën më shumë kuptim që thua përshëndetje sa përshëndetje si jeni me një person që nuk e njeh. Kështu pastaj unë jam një njeri deri diku vetmitar si njeri, më pëlqen të kaloj kohë vetëm, më pëlqen që mos të jem shumë me njerëz, shumë rrëmuj, edhe pastaj prandaj mendoj se Gjermania më përshtatet si shtet. A ka mangësira? Ka plot. A ka të mira? Ka plot. Si çdo vend tjetër, por unë mundohem që t'i shoh anën pozitive. Kështu ndihem unë pas 2 vjetësh në Gjermani. A do doja të kthehesha në Shqipëri edhe ndihem sikur këtu më kanë marrë peng. Jo, nuk do doja në këtë moment të kthehesha në Shqipëri, dhe jo, nuk ndihem sikur këtu më kanë marrë peng. Do doja më shumë, gjëja që ndihem më keq është që dua të investoj më shumë në veten time, më duket sikur unë si individ nuk kam arritur aq shumë gjëra sa unë do doja, si nga ana familjare, si nga ana profesionale. Kjo është gjëja që unë kam më shumë peng edhe gjëja që mua më bezdis më shumë. Nuk më bezdis fakti një shteti apo fakti online për shembull që duket shumë dramatike Gjermania nëse po mendoni me të vini, por nuk është e vërtet. Nëse ju jeni familje, do e keni bazën, do keni një person. Kur jeni vetëm, mendoj se mund të jetë shumë herë më shumë se sa e vështirë, por kur jetë shift, mendoj se është goxha e lehtë. Do keni mundësi edhe të njihni njerëz nga njëra ana tjetër, nëse frekuentoni kursin, unë akoma kam kontakte me personat që kanë bërë kursin. Nëse jeni njëri që jeni goxha I shoqërueshëm, unë kam njohur 1-2 shoqë që I kam bërë edhe nëpër dyqane. Nuk dalim shpesh sepse njerëzit janë shumë herë më të angazhuar se sa janë në Tiranë, edhe koncepti I kafes së shpejt para se të ikim në punë nuk para ekziston, se dhe unë që të dal në qendër më duhet 15 deri në 20 minuta me makinë. Njerëzit jetojnë në vende të ndryshme, qyteti domethënë në një skaj e Dortmundit, në skajën tjetër mund të duhet edhe 1 orë e gjysmë të vesh me tren, që kështu nuk është të takohesh dot aq shpesh sa do doja me njerëzit e tjerë, por prap ka gjërat e saj të bukura. Unë ndihem tash nga 8 në 10 nga 0 në 10 ndihem një 8 e përshtatur. Tani të dalim, se doli dhe pak dielli, pushoj dhe shiu se nuk kam çadër, edhe të ikim. T'ua tregoj të veshjen se më pëlqen shumë. Bluzën e xhinës që bleva, më rri pak e vogël, sepse mora ishte kështu pak e ngushtë, nuk se kam aloja se ishte ekstra largje, një bluzë e bardhë poshtë, kjo është e Hollister, ripin që u tregova atje, xhinset Levi's, edhe gati. AM on a Tuesday. Bye bye treni. Bathed in bird song the moment I wake. Turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. My dog is ready to be walking. A pot of coffee got me talking. Patsy cries out, she's so crazy. This is a morning Tennessee made me. Të haj ushqim vietnamez që as nuk e do një çfarë. Po kena marrë një çamur për më? Kena marrë një ti se di fare të qirë. Një rice noodle me garnele. Ka marrë edhe 2 spring rolls me garnele dhe një fos supë për mua. Said you needed space,
said you needed more time to think, so you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door, even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but Neve sa po hëngër ushqim vietnamez edhe u kënaqëm. Ai shumë shishëm ishte, u mora fo sup, kurse Andi mori fo taj, noodle, diqa unë një gjë. Aja imi ishte shumë mirë, unë aja është normal shumë si. Jo, s'është normal. Është ekstraordinarian. Po. Sepse kishte edhe vezë, kishte shumë karkalec, unë nuk e provova, po kështu më duk. Ama shumë e mirë ishte. Na shijoj shumë. Shiko, Edhe kishte po pa dalë. edhe kishim lënë në fjalë që këtë muaj nuk do mundoheshim mos të hanim jashtë, edhe mos të dilnim shumë, të paktën kishim bërë një llaf një herë në muaj, po kjo është era e tretë, edhe besoj e fundit e këtij muajit. Edhe fo supa është pak toja, është pak e shtrenjtë. Argjuam 60 euro të dy bashk. you lay easy on my mind. Like a candle I just burn away. All we really have is time. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. What was it they used to say? Seeking you. Përshëndetje njerëz nga dita tjetër. Sot kemi dalë. Dita e djetë. Po. Sot kemi dalë për eksplorim si gjithmonë. Jemi në Sierra Emerald, Morenze. Është ky liçeni domethënë. Ky liçeni këtu. Është shumë i madh. Po, goxha sepse kaluam mes për mes të liçenit me makinë. Edhe me Është një urë tjetër dhe të kalem kom besoj. po që të vem nga ana tjetër. Është liçen artificial me sa pash online, si tip rezervati. Po. Por mendoj se në verë do ishte perfekt ta vizitoni. Në vërtet do ishte shumë i bukur, tash nuk ka shumë pak njerëz ka. Jo, njerëz anti poshtë kishte plot, Pak. por edhe lokalet edhe këto duken se janë të mbyllura. Kjo ishte hapur andi. Po. Tu ndoshta kthehemi, po të hym tash do të ishte ti një kafe ose diçka. Ndoshta marr dorën e kafe. Po në dorë nuk jam se kam topi. Çfarë? E pa shqiptar që ishte hapur dhe ishte full. Po, që ka full. E studiova zonën unë. Andi jep Atë artistik. makinën full. Në tisht, Por është has. në tisht edhe ti numrojmë sa njerëz ka. I numërova që pari që të tëra tavolinat në pamje. Ama që ja shumë i bukur, që ja pak freskët, ja pak si ftohtë aty tisht. Tho Por ja është blesh 2, e dolën. është 2, por ndjetë si -3, thot koha. Por thash, ne gjithmonë mundohemi që të bëjmë në një aktivitet të dielën, se për ndryshe na duket sikur java zjat 7 vjet. Po edhe Edhe sidomos ky janari, bëhet shumë e mërzitshme ai fakti që më nejtë shtëpi. sidomos ky janari që s'ka fund o njerëz. Gjithsesi unë nis me trana sot. Po, trana është e preferuara Andit. Po,
Edhe fatikisht, domethënë, gjithë jetën time, nuk kam hongër se kam hongër në Gjermani të rana. E gatuaj unë, më e bëj unë të mirë. Nëse shef mami këtë video, thot, ti nuk e hongër të rana. Unë e gatuaj të rana. Ja, nuk E është që bëj thot ersi. shumë të mirë. Mirë bombë nuk është që thot ersi që mami që përshon ersi e bot mirë. Okej, të dielën mund ta bësh vetë. E beri një ditë vetë edhe nuk qullosi as i gjen, nuk e di që beri. Dhe me zi e hongra të rana, asë që bona dhe. Se kështu i dojgji kartat vetës, tash be vetë, tash me që mendon se s'është kjo. E beri, s'beri gje. Po, me zi e hongra, pa e hongra. Por dhe jashtë. Tu mu dhe dalim Erdhe që ta shofim shëtitje. pasir situata. Sa e bukur ajo? Po. Që është shumë i bukur vërtet. Së mos për ejtë se herë nuk kush e di sa bukur bëhet. Edhe tash Vetëm këtë pjesa si më quhet kjo. Asore kjo e plazhit, si ka e plazhit. S'është e plazhit, po po si jo, ka shumë e mirë për me nej. jo, po s'është me ndente. Po mirë më për shumë me e po. Që është të qaj malë aty në. Nuk e kuptoj, ai është rezervat, më mbushet me ujë plot. Shiko ku e ka shtë Se atë. thua e kalon nivelin thu. Po, vjen deri këtu. Po garant po. Po kjo është e drejtë që thotë ersi sepse Lere fare si modën. Të ua tregoj tash për çai kemi fjalë. Por e di çam pëlqen mua në Gjermani. Më pëlqejnë këto kioskat e vogla që këta kanë, shifeni ajo aty. po që Këto bizneset. Pin gjakun. Po, këto bizneset e vogla që bëjnë bukë me salam, që bëjnë kafe. Ato dogat e këtyre që bëjnë. Po. Që vjetën ato dogat vënë. Po, si thonë, se arrova. Vyrsten, Ja po. jo hot doga. Okej, Bukë mo, me salqiqe. Se këto Po. kanë qef edhe me kerri, me një lloj salce që kanë. Edhe këto kam qefu. Pastaj në verë, në qoftë se doni në njerë të vizitoni Gjermanin, hajdeni në verë. Do kënaqeni Vera mërë pa shumë bukur. fundë, shumë e bukur. Në dimër Gjermania nuk bën një lekë. E nëse shumë e kërë diskutu që Nuk ja vlen të dalësh. verës dhe më thënë për mu dhe për ersin, ja vlen me ne në Gjermani. Për shembull, verës, unë që se nuk shkën në Shqipëri, nuk e kam asë dhe problemi. Du plazhu në Këtu është ditë, po mirë, okej, si ide për shembull që mundesh me ne në Gjermani është shumë e bukur vera. Nuk Gjatë më- deri në orën 9 deri në 10. Nuk mërzitesh në asnjë Po, moment. është shumë e bukur. Dimrit pastaj është Ozmaj. Duke kena ne një vit bashkë në dhjetor dhe nuk rrim më. kam qarë në kokër të lotit për vit të ri. Shikoni çfarë bëjnë tjetër. Sporte. Voila. Andi ka qef. Këto ndërtesat kështu, kjo që nga Water Sports Centrum. Sa të bukura edhe kjo. Mund të merresh e barka me qera. Për 2 orë kushtonin 70 euro, do ishte super gjë e bukur, se ishin shumë të bukura si varka, por janë ne do mbyllur. vim verë dhe të besoj se do bëjmë diçka. Tani janë mbyllur. Sepse është ftohtë. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. You can change me, you can tell me down. I'll be that goes in every place I find. I break the molds with rebels mind. I'm a hurricane of free, born mind. I remember when you told me I should settle down,
ishim te ferma, edhe morëm qumësh. 1 litër qumësh. Po, 1 litër qumësh S'kishim 1 euro. bidona. Po, se si ishim përgatitur, po kjo zona këtej që nga plot me ferma, plot me vezë. Qumësh, vezë. Po, për haken patate. flajshe, pyte për misht të grirë. S'kishte. Se ke pyetën. Po s'kishte për zotin. Pastaj s'kishte një ishte me automat. Ishte aty ai burri. O grua, aty ku Edhe ishte për shkoni sa bukur. Është kështu, e tëra është si... është vetëm fush, do më them vetëm pula, lop, edhe kështu ka, por është shumë ftohtë. Edhe unë arrova të merja trupin, edhe ati ishin ato picat e vegjër, o zot sa të mirë që ishin, sa të dashur, edhe me fëmijët, vetëm i lëpinin, vetëm i bënin, ishte një dashuri. Edhe ishte një grua, që shepat që e ka marrë pak të kamera, edhe ishte aq shumë e dashur me ato, edhe thot, sa vi këtu, thot, vi një herë o dy ditë, thot, burrëve të merë qumësh, thot, unë vi direkt këtu, vetëm i puthi për qafoj, aq shumë i dua, thot, do donte ja ta kisha një në shtëpi, tha po, s'kam vend ku ta mbaj, më qëno, aq shumë i donte, aq shumë i kishte qef. Dhe pamja me vërtet që nga shumë e bukur, vetëm se ka shumë mjergull edhe duket që kështu si mistike. Keep mistaking my anxiety for intuition, and stress keeps getting in the way of my ambition. Logically, I know I shouldn't feel this way, but my body doesn't agree with my... Sa po ishim tek një ferëm tjetër, e dini juve fiksimi se kështu tallet anti kudo që ikim do ikim të blejmë vezë edhe qumësh. Vezë nuk morëm se mora dje dhe kjo ishte shumë e madhe si kuti vezësh, kishte 30 copë, edhe 20 i bleva dje, unë më vend 50 vezë për gjithë javën janë shumë, edhe nuk na atë por kishte pulë. Po, ishte pulari e madhe që i mbante pulat jashtë në të lirë, por kishte pula që shiste dhe kishte vënë një frigorifer, i kishte në vakumja kishte hequr kështu edhe në ngrirje. Edhe kishte rënë një kasë aty që mund të hithje lekët, kushtonte 8 euro një pul, ishin 1 kg 100 gram, 900 gram, diku këtu varionin. Edhe diskutoj me Andin tashi që a do arrim na një herë ne në Shqipëri. S'kishte punojës. S'kishte punojës. Ishte kasa e thjesht, kasë që mund ta marrësh. Kasë si ato të kalamajqve që mbledhin lek, do më thënë që ti mund të marrësh edhe kasën edhe pulët. Edhe diskutoj me Andin që e them, a do kemi ne një herë ne në Shqipëri të arrim nivelin e besimit që këta kanë te njerëzit. Ose më sakt, se me ato video që shofte jeta e shef se si vjedhin lulet, se si vjedhin gjërat që janë të pakonceptueshme, do më thënë gjërat që s'të hynë në punë, lere të tjerat. As të ngrejnë, as të ulin. Po nuk të hynë në punë sa as kjo. Imagjino aty të shofësh një frigorifer plot me pula, edhe mbi të gjitha, dhe ajo kasa që tani ne po ikim në Zost, të thyjmë lekët që t'ikim të blejmë pulën, se s'kishim 50 euro dhe nuk t'i kishim 50 euro, edhe nuk ta kthen njeri se ajo kushton 8 euro dhe ti duhet hedhësh 8 euro fix tek ajo kasa dhe merr pulën. Edhe them, edhe them me Andin që a do arrim na njëherë ne si popull të kemi nivelin e besimit te njerëzit, edhe ti jemi aq të drejtë me njëri tjetrin, me biznesin, me çfarë talloj gjëje, sa të lëm të tillë punë, të bëjmë të tillë gjë. Shumë larg e shoh. Nuk e di, kanë një lloj besimi tek njerëzit të paparë. Se ta bësh atë lloj biznesi duhet të kesh një besim, ose më sa ky kështu është populli këtu. Edhe këtu nuk është se janë nëpër qendra këto lloj. Po janë. Janë nëpër fshatra dhe zakonisht ato janë. Fshatrat janë si mo kështu, si mo të pa. Fshatrat janë më të paprekur në netu huajt. Po nga çdo gjë, Edhe është më shumë kultura e tyre, se është më e vështirë që të pranojnë në fshat në Gjermani se sa të pranojnë në qytet. Kanë edhe vetë besim, ke njerëzit e tjerë, do të thotë vetë besim. Kanë besim tek të njerëzit e tjerë. Edhe një gjë nuk e di. Shumë çudim më bën. E kam pas pa më para nëpër video se që thoshin të tjerët, po tani që e shoh vetë dhe e prek vetë më habit se sa shumë sa shumë. Se them, okej produkti, por të lash edhe kasën, ti lash edhe lekët ashtu hapur. Gjitha me kasa, lekët. E kuptoni, do a tregoj tani se do ikim të blejmë pulë, ta shifni atë kasën. Edhe frigoriferi ishte i thjesht për të marrë.
Edhe në shqiptarë gjithmonë thuna shkëmbejtja. Ama që me vërtet kanë shumë të bukur këtë pjesë edhe kanë një besim pa fare. Po shumë gjë e veçantë është. Shumë gjë e veçantë si Gjermania, si vendet nordike që e bëjnë në Zvicra, këto është një gjë shumë, nuk e di. Shumë e veçantë më duket, shumë bravo që besojnë aq shumë te njëri tjetri dhe të gjitha gjërat. Ja ku po ju thosha, na antigelt 8 euro. 5, 7, 8. Edhe shifeni, leri lekët atë. Ja kasa me lekë që them unë. 5, 2, edhe 1. 8, do marrim një napulat. Do marrim një pul. Edhe ne të ta bëjmë si shqiptarë se do marrim 2 copë. Pula jon. Ja ku erdhëm, edhe pula e famshme, do e vë të tërën të zjej, nuk po e ndaj me 2 pjesë, edhe po e gatuaj gjysmë sot, duat një supë me pul, me shumë limon, shoqër kam bler dhe limon, me një qik makarona, me pak makarona, se unë i them makarona. E ke vere? Jo. Që i them e rë, makarona, pesh makarona. Morëm edhe qumësh, po korrigjoj veten time, jo ju njerëz. Morëm qumësh, morëm dhe patate, kartofël. Këto janë ato që duam pak më shumë të zjenj, por janë më të verdha. Unë ato kam qef se i dalin edhe kështu si më të buta, nuk e di, më shumë brum më duken. Dje kur isha në qendër se i ka direkt në punë kur erdha, se s'u tregova juve, pasi hëngëm të lokali kam ikur me vrap në punë, andi në lash në shtëpi, rregulloj pazarin që unë kisha bërë të tëra, edhe bëra turnin e punës dje. Shiheni sa takat kam, dola, vajta, hëngra, piva, erdha vërdall, bëra pazarin të tëra, vajta punova deri në orën 9, erdha në shtëpi, edhe kam ngrënë bukë thatë tje. Se në ndryshim nga cajcat të tjerë, kur vin nga puna, unë a bëj bukën gati. Zot. Kurse mua s'ma bën njeri bukën. Hajde qiktu. Jo, hajuna, nga bukë thatë. Nga bukë thatë, të s'më kështë berti më bukë. Unë isha Lola tje. Aje. Ja dhe anti, sa erdhëm në shtëpi, unë ndërruam, veshëm tutat edhe bluskat sportive, do ikim edhe në palestër, edhe po ju thoja, dje mora këtë, është shumë e mirë këtu për hurdën ose gingerin, s'kam ginger, nuk e di qa kërciti. Ti kërcit e duar. Po e banis, jo ka kërcit kur hecë ti. Edhe kjo është për hurdën këtu, e vë këtu e gjeta vetëm 4 euro, kam dash ta marr, që në tregun e Krishtlindjeve po ishte 10 euro, dhe ne mund të pagonim vetëm cash, dhe ne kishim lek vetëm në kartë, që kështu pandej se kam blerë. Edhe kështu, vetëm këtë mora. Qumëshin e thej që blem, morë një gjithër qumësh. Po se, ka marrë antit automati unë. Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. Tada, karën borë, edhe mësak po bie borë, nuk ka pëshuar, që kur jam zjuar deri tani, po jo nga jo bora e madhe, këshun që të zej direkt, e ha marra avash, qete si unë sot në mëngjes, e mësuar që në orën 8, deri ta shish ora 1:30, imagjinoni, kam ngrënë vetëm 2 vezë të rraura, 1 portokale, edhe kafe, edhe kam ndenjtur këtu ullur, jam këtu, ky është vendi krimit, ja dhe kafe ime. Akoma nuk është mbaruar, i kisha bëte këtë filxhani bukur, që kam ble në një antik shop, edhe jam marrë me plotësimin e disa formulareve, lodha, zoti math nuk i marrë shumë mirë vesh, do të thënë i marrë mjaftueshëm mirë vesh, po nuk dua t'i kuptoj dhe nuk dua që t'i bërë, po i duhet t'i bëj, gjithsesi pune kjo, unë po pi ujë, që kur kam nis palestër. Të palestra ime ka ujë, do më thënë falas, e pagoj me abunimin e palestrës.
Edhe mua më pëlqen shumë sepse këta kanë atë filtrin që mund ta bësh ujë me gaz. Unë nuk kam në shtëpi filtr për ta bërë ujë me gaz, dhe gjithmonë e kam termosin, e kam nga burger. E kam marrë, që kur kam marrë në Gjermani, e kam marrë edhe antika të tillë, edhe e mbush gjithmonë me ujë me gaz atje, dhe e kam shumë qef ujin e tyre. Nuk e di, më duket shumë ujë i lehtë, shumë ujë i mirë, edhe e mbush. Kur nis palestër, 1 gjysmë litri unë e pi gjatë kohës që bëj ushtrime, edhe marrë dhe gjysmë litri me vete. Unë kam qef ujin me gaz, më pëlqen shumë. Deri këtu unë dhe gjermanët kemi të përbashkëta. Mua më pëlqen njerëzit shumë ujë me gaz, edhe kur ikin në punë, e keni parasysh kur jepet ujë që bëjmë mbledhje ose kështu, unë jam gjithmonë si që të tjerët me gaz. Nuk e di pse më pëlqen shumë, gjithë jetën time më ka pëlqyer shumë. Kurse ujë tjetër më duket sikur nuk më shijon aq shumë. Qefe kjo dynja. Kurse anti nuk e ka qef, nuk e duron dot, edhe ujë tjetër, ujë pa gaz i duket shumë i mirë. Çalloj muhabeti, se kisha menduar kurse të bëj atë që lloj muhabetish. Por, gjithsesi, ky është një vlog, edhe unë dua të mundohem që ju të hyni sa më shumë në shtëpinë time, në jetën time, shikoni sa bukur duket me ngjyra, me tulipanët që morëm të shtunën, shikoni sa cute janë kaq shumë të bukur, i kam rregulluar këtu, kam vendosur tek dhoma, kam vendosur në korridor, edhe në ato lulet narcist, shikoni sa të bukura janë bërë, se janë hapur. Këto i kam shumë qef sepse këto kanë një aromë fantastike. Unë i kam të mbjella edhe në balkon këto, po si vjet nuk duket se kanë dalë fare. Ja është ndoshta që kanë bërë 1-2 dhe unë nuk i kam mbuluar lulet që kam, edhe të shkretat janë në pikë të hallit. Por sa tiki dhe kjo e ftohti i fundit, mendoj, nga shkurti. Do nis të rrugoj pak balkonin që ta sjell në vi, edhe tek punat e eksheni kanë sjell shumë gjëra të bukura, nëse po pres të blem më të tjera që ta bëj shumë bukur. Ja të na iki ky janari që duket një vit muaj. Tash bëra ato gjërat formulare që më duheshin online ca gjëra, tashi blem pulën dje që tregova, e kam sier dje, por nuk e bëm asgjë se ikëm palestër, nuk ndentëm shumë se u bë shumë ftohtë, nuk po ndihesha mirë, ndoshta edhe u ftova pak se isha shumë ftohtë dje, pa televizionin ishte i ngrirë. Edhe tham po rrim në shtëpi, domethënë bëm një orë, po nuk bëm shumë vegla, shumë gjëra, bëm pak kardio, më shumë ndentëm bashkë këtu po muhabet unë dhe Anti. Edhe erdhëm në shtëpi pastaj, çfarë bëm dje, çfarë ishte dje diel. Kot ndentëm, pam as film s'hapëm, po rrinim telefon, secilin telefon të vet. Edhe kështu ka ikur dje fundjava, e shtuna dhe e diela jon. Edhe sot si e hën, unë doja të dilja të bëja pak pazar, se s'kam asgjë për të ngrënë. Por thash, unë mora me këto gjërat, edhe më duhet se duhet të dalë, se duhet bëj një supë, që është me të vezë, me limon, me oriz, pak kos. Edhe e provoj Andi kur ishte te shtëpia ime, provoj tavën e kosit dhe i pëlqeu. Deri diku sa nuk i pëlqen mishi qengjit. Kurse unë kam marrë punë të freskët, nuk do e bëj tavë kosi, por do e bëj supë si tip tavë kosi, nuk them pak a shumë siç bëhet ajo njësoj. Edhe e bëra një herë dhe i pëlqeu shumë tash. Eca aty. Ajo është një nga supat e mia të preferuara. Kur ishim në Shqipëri, domethënë kur ishim te shtëpia ime që ndajmë gati një javë, se shumë pak filmime kam nxjerr, mami im ishte si ato mamat, i thash mamit, o ma bolli edhe në mbrapa Andi, aman hajqik, na isha i sa mishin, edhe ne e bëjmë shumë mishin, edhe mamit i duket sikur ai nuk ha asnjë gjë, edhe i vinte gjithë klas, hungry i qik, da t'la beri qik shumë, ta be qik vez, është mami, po ikme ma i dash të zë, Andi shkret ndjej në siklet, edhe mundoj ta anda të qaj thoshnin, a mish babi dhe thoshtë, që shku njeri që sa mish, jo i blin peshke, jo i blin karkaleca, edhe i rrinin kështu, e keni përret se ishte edhe hera parë që ne rrinim aq shumë kohë të dy të prindrit e mi, se ndëm gati një javë, edhe i rrinim kështu, e do, e bëj, vetëm ta kishit parë, ishte një në ato situatat super funny që një njeri të laston njerëz zakonisht shumë, e ka pasur i duket kështu. Edhe që isha me mamin e doja, ma dhe se nuk të vdesi për bukur edhe se kur mos të haj, 7 ditë unë, nuk të vdesi. Ishte, jam kënaqur shumë, si vjet jam kënaqur zakonisht shumë në Shqipëri, nuk e di, 10 nga 10, ka qenë një nga pushimet më të bukura në Shqipëri, edhe pse më kishte marrë ndoshta na ishte kishte marrë malli jashtëzakonisht shumë. Edhe kështu u kthyem çik në kohë, thash tash do bëj supën, do bëj ca punë.
Bora nuk po pushon pare, nuk janë ndjen hiç ta ndali ritmin, as ta shpejtojësh me një ritëm ta vash kështu. If only I could build a tower, pierce right through the clouds, saxophones at every hour. Who hasn't heard of me now? Then will I have had enough of trying to keep myself real tough? Will I ever settle down, steady even when it gets loud? When will it ever be enough? Ever be enough? Ever be enough? When will it? Hajde, isha kjali tani, gruja leti shpi shtri se ishte pa qef, apo jo? Më mërzitu me ty. Për zotin, pse? Ta shë di se e mërzit në mu, do të mersha pe flokësh. Ashtë të dimë. Se bëj shaka. Do të mersha me zorë, më vërtet. Për ta unë me zorë do ta merë. Aje me qot, kisha për ta bezdis. Leva një ark me mandarina. Mos më pisni për shpime sa nuk e di. Gjitha këto kanë kushtu 20 euro. Është para matë ky, nuk ishe pare. Po, nuk i di sa kanë kushtu. Si majmen as si gjo nuk majmen. Po, vetëm këtë majmen. Rush, prit. Këtë majmen, ishte 1,29 euro këtë kosi. Ishte po me ofertë. Djath, more me këtë salami kështu sepse kisha pak bukë shtëpi dhe thash ta bëj një tost, por bukën e kishta orë gruaja, edhe nuk radhës do ta bëj tostin. Djath salam, ky djath është shumë i mirë. Edhe për ty e morë se te i ki qef. Darva, e beso ti që unë isha duke menduar. Dhe më thënë, imagjino ti që një viti jam unë Gjermanishtje. Mora këtë ndorë, edhe bjene, po thosh, edhe si thonë shqip. Imagjino ti, zot njëri Gjermanishtje ndorë ti me gruja, merë një kalla parë bjene, pasaj po mendoja si është kjo në shqip. My god, dalë, leva dhe dalë, qa skandali e bure. Leva dhe një qumë bio, këta marrë gjithmonë e bio, nuk e di pse janë fiksu këtë kohë që pi Të qumë bleu shumë. dje, po si po cak që është, vetëm 1 litër bleu atje. Si po cak më gru. Se i thash atje. O gru, kur po ma vetë po cakësh, me mu, ne jemi kështu. Jeti rishtën, jetin drejtim po Po cakë. pse se du të kur që jam po cake? O, shive, ne nuk isham asi bidon bosh në makinë. Derdhëm një bidon ujë, normal do më thënë ujë të pishëm, e derdhëm edhe mushëm një bidon qumësh. Që ti bëjë gru, zdo derdh 20 bidona ujë për me ble 20 litra qumësh. Po thoj njerë si u zure me mua. Nuk u zura me ta, unë s'isha me këtë ide, unë s'isha me idenë që Doje të blije bidonin atje që shisnin ata 1 euro. 50 cent. 50 cent. Po. Edhe bidoni me ujë bën 47 cent, me ujë. Edhe me fan që e kthej. Mirë më këthi e dusha me ble një vetëm një dhe do me shta vetëm 1 litër dhe kaq. Qumë që e zepë që u të shkone 1,50 euro. Edhe ata mund ta përdojsh që ti për marrë prap qumë është diku tjetër. Të s'përdorën do të bidonat e ujtë për shumë. Nuk ti përdor dhe kova më grupo. Edhe banane morëm. Shife bon një... Morëm, Morëm, po, se gruja ishte shtri, ishte shpitun prej. Kjo ishte pazari im i orës 9, po edhe një si kjo është, po ishte banane. Më shumë kjo është pazari im i orës 9. E mora më shumë se unë jam person që haj fruta dhe nuk isha ase frut shtëpi, përveç 5 kg me mollë dhe ongre 1 kallë, sajnërës. 3, me 3 limona. Po, limonat nuk hajnë shumë edhe. Kjo ishte pazari im 20 euro. Vetëm këtë marrë me 29. Të tjera. 4,99 është ajo. Kjo? Po. Nuk e di kërë. Shumë që është 1,29. Salami ishte në ajo ishte më ofertë. Djathi ishte më ofertë. Rrushi 1,99 ose 1,29. Nuk i majme në si gjo, 20 euro po në gjithë të edhe ishte po 19 euro e pëtë cent. Edhe të shidaj mandarina, hajde grujë që razë burë mandarina, edhe mandarina të... Thoj që ke marrë edhe veglat poshtë të dru? Po, ka marrë dhe veglat, si mi bokë shumë. Herë fol. Ka marrë dhe veglat se më shprish një mështetëse do lapit tim e krautit me sikotarit tim edhe për nga rrugullu. Se ka marrë
gjithë veglat e mundshme që kam pas poshtë vetëm rrugë një dollap. 1-2 vite më doshën edhe një kaça vit. Po thjesht sa të ma lej mua të belane vetë, 7 ditë I them qoj poshtë. Të bëj ty të kuptosh që duhet të rinë si për shtëpi. Unë do ta fuse dollapi jot atë, mund të rrobat e tua, edhe gjejti vend ku të duash. Aty isha futirë. Dollapi isha futirë. Po I dush më veglat e mia ti kem afër. I du veglat e ti kem afër. Po trego prej flokësh. Po trego sa ditë. Zbritër e poshtë, si Trego sa ditë kaq e shprishur seshtari jot I dollapit. Një javë. Ja, më s'ka javë. Një javë dhe kam ngelur çorapet e tua dhe të brendshmet e tua vërdall në për shtëpi. Po shtëpi time më kru po rrinë brendshmet edhe çorapet pse mos I ke pa që do lëviznin nga komshit, jo. Këtu shtëpi rrinë. Edhe ti do veglat vetëm ti mbledhesh e ti grumbullosh, si ajo, grumbullo çeshanke, nga. Grumbullo, si gjezbet me to. Më shumë bëj. Ta shkoj dhe me rim. Ece grumbullo, si gjë nuk bën me to, thotë. Më shumë bëj unë me majnë e thikës time, si sa ti. Më shumë punë. Pra, punën që ka bo Ersi. Ka montu 2 tavolinë, 2 karrike, 4 vite I kalon jashtë. Beje ti. Shqiptar që punë, ha? Po trego ti se si. Beje ti më Po ti ke montu 8 dollapi po bie në momentin. Ai ka 2 vjet grye. Pastaj këto vitet e mia s'karen. Ai dollapi që thu ti, ka marrë nuk e di sa ton rroba toja. Po edhe sa kilet mia. Po sirtaret e tu janë prishur. Ke po ti I gjot. Garanti ke futurë aty nga kjo prish. Edhe kjo ishte hyja pazari, edhe jeni shumë të mirë, ne ju potim, ju përqafojmë. Ikëm njerëz, ikëm. Pse më burri thoshte ikëm njerëz pret, s'unë po I përshëndes. Më fal. Jeni shumë të mirë, ju përqafojmë edhe siç e thash. Edhe shikojeni Ersin, ndiqeni Ersin. Mu jo son. Nuk jam interesant. As në Instagram as me vend. Jeni shumë mirë, përqafojmë. Qys. Afshim njerëz. Ciao.